dhe i tha: Ja Resulullah, kush duhet ketë mas shumë të respekt për prindërve? Tha: Kale, thumë me kale, umuk. 3 herë pra i tha nëna, pastaj i tha kale, thumë me kale, e buk, i tha baba. Zoti yt ka dhënë urdhën të prerë, pra pas adhurimit ndaj tij të respektohen prindrit në mënyrë kategorike. Dhe në shenjë mirësie shtrije dorën ndaj tyre dhe mos ju thuj aty as uf as of, pra bëhu i sjellshëm ndaj prindve të tu. Dhe nëna që të barti mund pas mundi, dhe baboj i cili u kujdes nga erat dhe stuhite e dallgët e ndryshme, të dal jashtë shtëpisë, të mundohet të fitojë ndonjë pasuri halal, që të bi veshmatjen për bashkëshorten e vet dhe për fëmijët e vet, kujdeset për fëmijët e vet dhe t'u sigurojë atyre kafshatën si baba, dhe nëna që u mundua ta lajë, ta shplajë, ta kujdeset për fëmijën, për temperaturën, për ushqimin e kështu me radhë. Këto nëna besimtare dhe këta baballar besimtar që gjithë jetën e tyre ja kushtuan rritjes së fëmijëve, duke qenë ata fëmijë besimtar dhe besimtare, drejtues të proceseve të mira në shoqërinë tonë. Të duash prindrit është furnizim i madh, është rrezik i madh. Nëse doni me pas shumë bereqet e shumë sukses në punën, në jetën, në përditshmërinë e juaj, respektoni nanën dhe babën. I keni obligim, i keni urdhën të prerë nga Allahu xhaleshanuhu. Prandaj lum ai njeri që respekton prindrit. Shumë ligjërata, shumë shkrime, shumë simpoziume, shumë seminare janë bajt mbi rolin që ka nëna dhe pra babai. E kemi treguar në shumë raste një histori, për shembull historinë e Muhammed Mutawil al-Sharavit, ku ishte thirrë në SBA, në Amerikë, në një takim nga forumi i grave të atjeshme, dhe i kishin thënë për me na marrë një diskurs ose një ligjërat mbi edukimin tek femra dhe mbi rolin që ka femra në shoqërinë tonë. Dhe ai kishte qenë diku në moshën 60 vjeçare, kurse nëna e tij ishte diku në 85 vjet, dhe kur vjen pra ateron aeroplani dhe zbret në aeroport, dalin ato gratë të forumit me prit me delegacion, do të thotë dietarin Sharavin të Egjiptit, dhe kur vjen ai me një pelerin kështu, edhe kishte mante për krahi një plak 85 vjeçare, dhe ky dietari mbante për krahi. Dhe kur erdhën ato gratë, e pan ky me një mindil, me një shamia fshinte i argët nanës vet, dhe i tha ajo drejtuesja e seminarit, i tha: o prins, o profesor i nderuar, kush është kjo plaka këtu? Tha: jo, tha, kjo nuk është plak, tha, kjo është nuse, kjo është nana jeme. Mbeten ato të shokuara, mbeten pa fjalë, dhe i than: shiko, ne seminarin do e mbajmë, konferencën do e mbajmë, por ti konferencën e mbylle me një fjali për drejtat e grave. Tha: ne në vendin tonë, tha, e kem një problem shumë të madh, tha. Cili është problemi? Tha: kur arrin këtë moshë nënat, ne i çojmë, tha, në strehimore ose në dom ose në azil, dhe i braktisim. Pra, ose shpesh herë, tha, ato jesin vetmi. Dhe ju musliman, tha, kështu, tha, po veprojshin ndaj nanës dhe babës, tha? Po, tha Sharavi, se kështu na mëson Allahu ynë, Zoti ynë na mëson. Atëherë, tha, a më lejon, tha, që të them që edhe unë duhet bëhem besimtare e besimit islam? Nëse islamit po të mësoj ka këso gjona, unë pe pranoj islamin. Edhe ajo pranoj islamin. Pra, ne përmes veprave duhet të tregojmë që jemi besimtar. Jo vetëm fjalëve, po edhe veprave.